Ardhmë ka të sëtë nëmën të asoj kauzës së lëvizje moderne, nalet sakrifica cila shekullore, edhe apo është në katë kjo dyta, si të kërkohet nëmën të një epokët, një situatë moderne, nalet pikërisht kjo sakrificë. Gjithë që duhet jetë në shërbim të njeriut. Moderne është relative. Çka është moderne? Nëse moderne përsaktojmë në bazë të kalendarit, më ne që është huqje e madhe. Ka shumë gjëra që nga kaluara janë. Andaj mora si shembull, që jemi pas për kaluara, se epoka caktuar si konzervë moderne, sot konzervon primitive. Njeriu që është përfshi nga kultura dominante, apo jo është ndruar nga zotëriu në rob, është ndruar nga i liri në të burgosën, të rëbruar. Andaj duhet të them që nuk duhet që të manipulojmë me terme për të krijuar një gjendje, si më thon, mjegulluar tek njerëzit. A është bashkëore, është moderne? Po s'domon që është moderne është e mirë. Pse çka është moderne është e mirë? Kush e ka kriju këtë standard? Kush e ka bë? Po do të thash shoqërinë për epoka konsiderojnë, si do të thosh, një grup caktuar me konsideron diçka moderne. Duhet me pas standard diçka tjetër. A mundet më madh feja, ritualet, besimi mbi kornizat asoj që konsiderojnë një grup i caktuar se konsiderohet moderne. Thatë, ju është shumë pyetjen, çka është moderne sot? Po është moderne është relative. Po normal, edhe për shembull modernia dikur vazhdon. Sa veti ka moderne? Nuk dihet, të ndron diçka. Unë dalë sot do them ju jeni shumë pleq, apo keni kalu mode ju, tash unë duam me modernën time. A mund të shpikun moderne për veti? Mundam. Ama nuk është diçka e kapshme, nuk është diçka vëlla fidan diçka që realisht mundemi ta ulemi me diskutu. Nuk mundemi apo. Po them prap, zakonisht prodhohen terme për të kriju më tepër mjegulli se për bosërime. Më tepër për shty agjenda të caktuara se për të bë dobi njeriut. Na jemi për më dobi njeriut. A qyna moderne, a klasike, a historike, s'më rëndësi, a i bën zgjidhje njeriut, a i ndihmon atij që të ndërton tokën, a i ndihmon atij që të lidhet me tjetrin, a i ndihmon atij që të ngrihet shpirtërisht. Çka është ajo që neve na duhet?